Një emision ekskluziv. Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Shtylla, emisionin ekonomik të Kosova Press. Nisur nga sonte, për çdo javë do të fokusohemi tek shtyllat thelbësore të ekonomisë së vendit, problemet reale, sfidat në zhvillim dhe mundësitë që formsojnë drejtimin e ekonomisë sonë. Duke qenë se ky është emisioni i parë, do të ndalemi pak tek strukturat e tij. Gjatë këtij emisioni, pos për problemet dhe sfidat e këtij sektori, do të trajtohen kryesisht përmes hulumtimeve në terren dhe intervistave në studio. Do të kemi edhe rubrika të tjera, të cilat do të jenë hapësirë për sukseset në biznes, këshilla, inovacion apo edhe udhëzime. Momentum, pra do të jetë një rubrikë që do të flasë për historitë e suksesit në fushën e biznesit. Një pjesë të veçantë të programit ja kushtojmë grave në ekonomi, protagonisteve që me punën e tyre po ndryshojnë tregun dhe modelin e të bërit biznes. Gjithashtu, gjatë këtij emisioni do të mund të informoheni më shumë për zhvillimet ekonomike në botë, informacione rreth inovacionit dhe kriptovalutave. Në fillim të çdo shtylle do të ju informojmë me përmbajtjen kryesore të këtij epizodi. Inflacioni, kryefjala e ekonomisë këtë vit. Sa u rritën çmimet gjatë këtij viti, krahasuar me vitin paraprak. I ftuar në studio do të jetë Naim Huruglica, ish drejtori i doganës dhe eksperti i ekonomisë. Do të flasim më shumë për arsyet pse Kosova konsiderohet si importuese e inflacionit. Si histori suksesi, do të ndjekim profilin e një kompanie në Kosovë, e cila është gati të ofrojë 20 deri në 30 vende pune me paga mbi 1200 euro, por që nuk po gjejmë punëtor. Në rubrikën dedikuar grave, do të ndjekim një histori më ndryshe. Derisa shumë kushtynon të largohet nga vendi, në Kosovë ka ardhur për të jetuar një gjermane. Sigurisht, do të ketë edhe informacione të tjera që mund t'i ndiqni gjatë kësaj shtylle. Siç e paralajmëruam, do të flasim për inflacionin. Çmimet po rriten dhe ajo që është e rënduar më së tepërmi është shporta e qytetarit. E ndjekim storjen në vazhdim nga kolegja Argentina Shala. Si shumë familje, edhe ajo Artan Dubovës që jeton në Prishtinë, me zi po arrin t'i adal me çmimet e produkteve esenciale. 45 vjeçare thotë se nuk janë të ralla netet kur detyrohen të flanë pa ngrënë. Ai thotë se rritja e çmimeve po i shtyn drejt kufive të mbijetesës. Anëtorin familjes, me social jetojmë. Ka pak që muna me punu, unë e djoli, 400 euro, për sobe ja dollëm, ja qereja, ja rrima, ja kuoja, pija, vesha, mofja. Sumë po mbjetojmë, qmimi çdo ditë po rritet, që jem zates, po kam mja mujt, ka flet që shumë herë, ka 2-3 ditë pa ungër pa piqë të, me shoqen e me djollë, pa ungër pa piqë të, që veç për pes, këtë gozë këtë më thotë që ma shpinë, se atë qëren, së kam me që me pa buesh. E që gjatë drus ka mes, jem me shë këtë nërmolli kërë kom ungër, që shtrejt, po ka mundësi me morë, për mle. Do të mirë rritë, po ashteti ka këtë pëmëdorë. Hallin e rritjes së çmimeve e kanë thuajse të gjithë, dikush me shumë e dikush me pak, ankohen se këtë situatë nuk po arrin t'i adalen. Asnjë familje, posh e deputetëve, e kryeministrave, e biznesmenëve, të cilët nuk dinë çka do me thonë varfëria, nuk dinë çka do me thonë adhetaria, nuk dinë çka do me thonë shqiptaria, nuk dinë çka do me thonë foshnja e nonës shqiptare, qysh mu rritë.
Ata unë nuk kam fjallë. Shumë në shrajta, se di çmimet nuk i di se jam të i blekor, po unë e di që janë shrajta. S'po kem para. Po kjo, s'po mu i me dalë. Apo mund në shpja dalë me qëto të çmime që janë sot? Marë e ma po shkoj do të shoqet e kom, po shkoj të shoqet e veta. Po, kom punu 40 vjetë. Po. 230 euro po mari. E ky nuk është vetëm perceptimi i qytetarëve. Në indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit të Kosovës vërehet dukshëm një rritje për periudhën 2024-2025. Inflacioni vjetor për periudhën janar-tetor 2025 është 5.1%, ndërsa për vitin 2024 1.6%, vitin 2023 4.9%. Madje njohësi ekonomist Ilir Hajdini thotë se rritja është edhe më e madhe se që raportohet nga institucionet. Sipas tij, shtrejtimi i rrymës ka pasur ndikimin më të madh. Rritja do të thotë është signifikante. Kemi një rritje bukur të madhe. Në qoftë se shikojmë raportet e rritjes, do të thotë neve na del që është rreth 5% rritjes së çmimeve. Mirë po, nëse qoftë se shikojmë do të thotë përvojën e qytetarëve, ata kanë një bindje që zakonisht rritja e çmimeve është shumë e madhe se sa ajo që po raportohet bezon nga institucionet e shtetit. Energjia kanë pas një ndikim të fuqishëm në rritjen e inflacionit përgjithshëm në shoqërinë e vendit tonë. Kryetari i shoqatës së konsumatorit, Selatin Kaçaniku, thotë për Kosova Press se shtresa mesme ka muaj që po mbijeton me linja kreditore, ndërsa shtresa që dikur quhej varfër, sipas tij tashmë ka falimentuar. Kaçaniku ka thënë se qeveria në detyrë njësoj sikur qeveritë e mëpashme nuk ka program për mbrojtjen e konsumatorit. Zbritja reale të çmimeve nuk ka, ngritja reale ka. Do me thonë, çdo lëvizje në treg e paguan blerësi e fundit. Blerësi e fundit është shqiptari konsumator, i cili herësh është akse pagues. Ne paguajmë për shtet, po përfaqësuesit tonë të shteti e bëjnë më të vogël për ne. Shtresa që dikur quheshte e varfër, me të cilës një treta ishte në varfër i të skeshme, tani më ka falimentuar, u bën 5 vite, cila është i pa kujdesin elementar. Tani falimentimi po i kërcënohet të ashtu quajturës shtresa mesme. Shtresa mesme ka muaj e vite që mbijeton, nuk them po jeton, po mbijeton me linje kreditore. Do me thonë, kjo pasqyron që diçka nuk është në rregull, dhe se mungon kujdesi ndaj nesh të qytetar konsumator. Kjo dëshmon po ashtu se as kjo legjislaturë qeveritare njësoj të më parshmet nuk ka program për mbrojtjen e konsumatorit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në një mesatare në nëntor shënuan rritje prej 5.3%, krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit të kaluar. Krahas të ardhurave mujore në Kosovë, sipas ASK-s, pensioni bazik në vendin tonë është 150 euro tani. Paga minimale aktualisht është 350 euro bruto dhe paga mesatare 639 euro për vitin 2024. E vazhdojmë diskutimin për të njëjtën temë, por kësaj radhe në studio me ish-drejtorin e doganës Naim Huruglica, eksperti ekonomist. Zotri Huruglica, mirë se erdhët. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Jemi dëshmitar se ka rritje të çmimeve dhe se shporta e qytetarit përëndohet. Sipas vlerësimit tuaj, a është rritur inflacioni real apo është vetëm perceptimi i qytetarit? Jo, në realitet ka inflacion të çmimeve, po për me pas më qartë qytetarët se çka kuptojmë inflacion, sepse shpesh është një përshtypje që ka bëhet ose mendohet ajo që në teoritë ekonomike kur ne ju shpjegojmë studentëve inflacionin, zakonisht thuhet se inflacioni vjen si pasojë kur kërkesa është më e madhe se oferta. Në rastin konkret, ne kemi rritje të çmimeve si pasojë se çmimet e mallrave që po vijnë nga jashtë, që importohen, janë më të shtrejta se sa kanë qenë më herët. Domthonë nuk ka indikacione se kemi rritje të kërkesës, as ka indikacione se kemi para më shumë, sepse realisht Kosova nuk ka një bankë të vetën qendrore e cila ka të drejtë me printu para, me shtyp para, po ne përdorim euron si valutë. Kështu që realisht ne nuk krijojmë inflacion duke pas printim ose shtypje të banknotave, po realisht çmimet janë ekskluzivisht ose spaku në shumicën dërmuese të rasteve si pasojë se çmimet e mallra që po vijnë nga jashtë
janë më të larta se sa kanë qenë para 2 viteve ose 3. Çdo vit na kemi pa një rritje e cila mund ta shpjegoj më detajisht më së ka shkaktuar qoftë për ndikimeve të krizave ndryshme në nivel botror, por që Kosova si një treg i vogël, një treg i cili importon shumë edhe varet shumë nga mallrat që vijnë nga jashtë, e ka të pamundur realisht mos prek. Po pra, po mendon se kjo po vjen nga shkaku i mos prodhimit apo Absolut. ka dhe arsye? Ne jemi ekonomi konsumuese. Realisht Kosova prodhon shumë pak. Imagjinoni në dhënat e doganës Kosovës tregojnë se në vitin 2024 ne kemi importuar rreth 6.4 miliardë euro mallra, të cilat nëse i shihni në raport me GDP-n, e cila është dikon rreth 10 miliardë apo 11 miliardë euro, tregon sa gjendje e keqe në Kosovë. Domethënë ne realisht importojmë gati gjithçka. Dhe kur ti importon gjithçka, atëherë çdo ndikim i rritjes çmimeve në tregun e jashtëm, absolut direkt ka me pas ndikim edhe në çmimet të cilat ne i konsumojmë. Pra kemi rritje të çmimit, jo të konsumit. Realisht dhënat që unë i kam nxjerrë janë dhëna publike, tregojnë se për periudhën 4 vjeçare, 2021-2024, Kosova ka importuar më pak sasi të mallrave se sa ka importuar ta zonë. Në 2024 ka importuar më pak se sa ka importuar në vitin 2021. Por realisht vlera e çmimeve ose vlera totale atyre mallrave që janë importuar për këtë periudhë, domethënë krahasuese, po them për 4 vjet, është për 36% më lart. Domethënë ne kemi më pak mallra, po çmime më të shtrejta. Domethënë ne kemi dhënë 36% më shumë para për sasinë e njëjtë ose më të vogël të mallrave të cilat e kemi importuar. Cilat kategori të popullsisë mendon se janë të prekura më shumti nga rritja e çmimeve? Po kuptohet pensionistët janë ata ose të papunët. Po çdo shtresë në Kosovë është prek, sepse të ardhurat mesatare në Kosovë akoma janë të ulta, sidomos nëse i krahasoni me vendet tjera të Bashkimit Evropian, edhe ajo çka po shihet për çdo ditë është se një familje mesatare kosovare me të ardhurat e veta që i realizojnë gjithnjë më shumë, ndoshta mbi 60% ose dikush çak pretendon që mund të jetë gati 100% të ardhurave që i realizon, shkojnë vetëm për të përmbush nevojat elementare të konsumit. Domthonë nuk po kanë më njerëzit mundësi me këto të ardhurat që i realizojnë, gjithmonë po i referona shtresës së mesme ku hyjnë punojësit publik, ku hyjnë edhe njerëzit që punojnë në ndërmarrjet e caktuara, qoftë private, qoftë akoma publike, që paga mesatare sillet diku rreth 570-600 euro. Ti është një familje 4 anëtarëse, ashtu se si llogaritet dhe shporta familjare, një burrë dhe grua me 2 fëmijë, nuk arrin me ato të ardhur për 600 euro të bëjnë puti se çka, dhe mezi arrin realisht ta përmbyllin muajin me shpenzimet që i kanë për konsum. Po për institucionet, si e vlerësoni reagimin e tyre jo vetëm gjatë këtij viti, po ka shik kësaj krize globale? A mendoni se politika fiskale dhe ajo monetare në Kosovë janë të koordinuara mjaftueshëm për të adresuar presionet e inflacionit? Realisht e përmenda edhe më herët, Kosova nuk ka politikë monetare, sepse në momentin kur ne kemi adaptuar euron si valutë, ne kemi hek të drejtë, ne nuk kemi pjesë e eurozonës në kuptimin si antar i barabartë që ka drejtë të bën shtypjen e paras. Ne përdorim euron dhe kemi vetë shpallë veten në franimin e BE-s si një vend i eurozonës, por që nuk ka drejtë printot. Ne mund të harxojmë vetëm ato që kemi. Nuk mund të harxojmë diçka në kuptimin e shtypjes së paras. Politikat fiskale nuk them që nuk mund të kenë ndikim të çmimet, por sepse për shembull në rastin konkret kur është ardhi rritja e çmimeve të importit, kjo është shkaktuar edhe nga rritja e kërkesës. Një ulje tatimi do të mundson të që konsumatorët, qytetarët e Kosovës të blejnë produktet më lirë. Ajo mund të jetë. Ose për shembull lirimi i tatimit për kategoritë caktuara të prodhuesve vendor, në kuptimin me gjetë modalitetin se si me nxit prodhimin vendor, sidomos në ato produkte të cilat ne mund t'i zaventësojmë nga jashtë. Janë bërë disa hapa, për shembull mund ta përmendi specifikisht bujqësinë, ku është bërë një rritje e kontributit të qeverisë në drejtim të sektorit bujqësisë në raport me vitet paraprake. Por prapë nëse më pyetni mua se a është e mjaftueshme, unë them se jo, sepse vlera aktuale për shembull e ndarjes parave që shkojnë për bujqësi, nëse nuk do bëj shkon diku rreth 100 milion euro, por nëse dojmë pas një efekt real në çmimet e importit, duhet shumë atë për të ketë një fokus të qeverisë në zhvillimin e sektorit bujqësisë. Gjithmonë po them, nëse e marrim bujqësinë si një ndër sektorët ku ekziston mundësia që ne të prodhojmë diçka edhe mos të varremi as shumë nga çmimet e importit. Sepse për zhvilluar sektor tjerë ose industri tjera, edhe aty ka vend, sepse qeveria përmes subvencionimit ose përmes dhënies ndihmave të caktuara qoftë fiskale, qoftë përmes
ofrimin ndihmave të pakove financiare, mundet me zhvillu edhe sektor tjerë që janë konkurrues. Për shembull, kosovarët janë treguar shumë të zot në ofrimin e shërbimeve të IT-s, të cilat po i eksportojnë. Me çka edhe ata rritin e zbutej dikon mungesën e vendeve të punës gjithsesi me rrit aftësinë konkurruese. Por prapë të them, te ulja e çmimeve në periudha pa të shkurtë është tepër vështirë për cilën do qeveri me bë ndonjë veprim i cili e ndal rritjen e çmimeve që vijnë nga importi. Dhe prapë të them këtë me një arsye shumë të thjeshtë. Ne jemi vend aq i vogël dhe aq shumë importojmë në raport me të ardhurat tona dhe me kapacitetin tonë prodhues, sa ne nuk kemi ta zëm rezerva të mjaftueshme, se s'kemi rezerva fare të cili do produkt me cilin për shembull qeveria kishte mund të më lëshon në treg me çmim më të ulët edhe me zbut efektin e importit të atij produkti. Dhe kur nisemi nga ajo që ne importojmë çdo gjë, gati çdo produkt, atë thuajse është e pamundur në periudha afatë shkurtë me pas ndonjë ndikim që mundesh me ndal këto çmime ose me kontrollu këto çmime. A ka shembuj të duhur për në rajon, për shembull Maqedonia e Veriut? Në disa produkte bazike kanë çmim më të ulët se sa në Kosovë. Po, sa unë jam të jeni, Maqedonia ka kaluar një ligj vitin e kaluar ose cilin që më herët ku gati mbi 300 produkte që ka identifikuar si produkte substanciale që kanë ndikim në cilësinë e jetës, në standardin e jetës, ka vu një lloj tavani se sa mund të jetë marzha fituese atyre kompanive. Në Kosovë ne kemi pas rastin kur Ministria e Industrisë dhe Tregtisë apo si po quhet se ka ndruar emrin, Ministria e Tregtisë ka vendosur një çmim tavan ose një kufizim për te karburantet të nafta dhe karburantit të saj. A ka mundësi Kosova pra të krijojë rezerva shtetërore strategjike për produktet bazë për të zbutur valët inflacionare? Shumë shtrejt është. Ne flasim shumë, i ndëgjoj njerëzit flasin në televizion, flasin me liri kaq të madhe sa mendoj se është një punë e lehtë. Tash imagjinoni çka do të thotë kesh rezerva me kuptimin për secilin produkt që ty të duhet, me kostot që kanë fillimisht për t'i ple, ato rezerva masani për t'i ruaj dikon. Thjesht është tepër, nuk po e them e pamundur, se termi pamundur nuk ekziston këtë rast, por është tepër e vështirë me këtë kufizim buxhetor, kur ti ke një buxhet jo më shumë se 3.6 miliardë euro, e i cili shpërndahet për mi plotësu nevojat e shumta që janë, qoftë sociale, qoftë nevojat për me mbajtje një administratë publike, edhe me pas investime, me nda një shumë të mjetëve e cila realisht do të shkonte për plotësimin e këtyre rezervave shtetërore. A mendon se ka pas abuzim me çmimet brenda tregut vendor, edhe sa ndikojnë ato në rritjen e perceptuar të inflacionit? Po shiqa, pa dash me bo akuzat drejt për drejt ndaj ndonjë sektori, ka tendenca ose ka informacione që po publikohen edhe nëpër media kur për shembull kompani të caktuara tregtare në mënyrë artificiale kanë dhënë indikacion se një produkt po mungon, edhe janë rrit çmimet, kurse më vonë pas se kompania në realitet nuk ka qenë që ka pas mungesë çmim produkte, po e ka rrit në mënyrë fiktive, artificiale. Për ata ekzistojnë autoritetet, është inspektorati i tregut i cili duhet me vëzhgu më mirë, është autoriteti i konkurrencës, nëse faktikisht shihet se subjektet të ndryshme ekonomike kanë lidhur mes veti marrëveshje të fshehta për caktim çmimeve, domethënë për me diktu çmimet çfarë qesin treg. Ka indikacione, por po them edhe herë kam vështirë me thonë ky sektor ose ky produkt ka ndodhur, po ka indikacione se disa kompani ose disa grupe të interesit e kanë përdor si pretekst dhënien e informatave të rrajshme në publik se sigur me thonë ky produkt mungon ose ky produkt gjendet me pakicë, gjendet me vështirësi, atëherë kanë shkuar dhe të rritja e çmimeve mbi ato çfarë realisht kishte qenë normale. Pra duke parë edhe zhvillimet globale, ju si eksperti i ekonomisë, a shihni se do të ketë stabilitet apo vazhdim të inflacionit? Realisht ekonomia globale që kemi mësuar përmend shpesh herë, e paraqet këtë botën si një fshat vetëm, domethënë si një zonë vetëm ekonomike. Tani problemi qëndron te ajo se çdo lëvizje në kuptimin negative, qoftë Covidi kur u paraqet si epidemi, qoftë sulmi rus ndaj Ukrainës, po flas gjithmonë për krizat në nivel të vendeve të mëdha, të cilat kanë një pjesëmarrje të madhe në tregun botëror, pasojat e atyre krizave kanë mundi edhe në Kosovë, sepse lufta ka pasur gjithmonë. Edhe për shembull pse ka pasur një luftë vogël taza mes dy vendeve në Afrikë, po që kanë potencial të vogël ekonomik, nuk është bërë ndikimi tek ne. Ajo që do të them është se unë nuk pres stabilitet në kuptimin e çmimeve, unë pres që vazhdimisht ne kemi qenë dëshmitar të
balëve të ndryshme të ndikimit varësisht prej çka ka me qenë kriza ose sa madhe ka me qenë kriza, dhe vetë një zgjidhje afat mesme ose afat gjate që duhet me bëjë qeveria jonë është me fillu gradualisht ose me fillu më intensivisht ata veç janë duhet bëjë diçka se thonë që janë duhet bëjë, me identifiku cilë sektor Kosova ka potencial me i zhvillu, e që janë sektor konkurrues qoftë në rritjen e plotësimit nevojave tona vendore ose edhe rritjen e eksportit. Domethënë, nëse ne mundemi me prodhue pazan domate ose spec ose një produkt tjetër i cili na bën neve shumë taft konkurrues për me eksportu jashtë ose për me zavendësu importin, pse mos më fokusu edhe më shumë me zhvillu ata. Por definitivisht si ekonomi e vogël që jemi, ne jemi qaq një pikë e vogël në atë oqeanin e madh të ekonomisë botërore, se ne nuk mundemi të ndikojmë me ato lëvizjet e mëdha botërore. Por dy janë shkaktarët kryesorë, se ndoshta nuk i përmenda në fillim që unë i kam pa këtë inflacionit që po e përmend. Domethënë, është Covidi që ndodhi në vitin 2019, pasojat, sepse mbyllja e Kinës dhe mbyllja e rrugëve ndërkombëtare të transportit maldrave e solli situatën deri në atë nivel sa që u shtrejtua shumë transporti dhe me njërë mas përfundimit të Covidit si epidemi, s'paku u mbyllë zyrtarisht u shpallën mbyllë, patëm luftën Rusa-Ukraina, se do të sulme Rusë në Ukrainë, që po zgjatë tash 4 vite. Ukraina dhe Rusia janë dy shtete që kanë ndikim shumë të madh në tregun botëror me produkte të caktuara. Për shembull, Ukraina me dinit time prodhon edhe shet diku mbi 10% të grurit në nivel botëror. Njëjtë është e misri, po edhe shumë minerale tjera. Për shembull, Ukraina është prodhuesi kryesor i lëndës parë për prodhimin e preparateve mbrojtëse për bujqësi që përdoren. Dhe krejt ai konflikt që po ndodh aty nuk është duke kriju pasoje vetëm për dy vendet, por është kriju pasoje për krejt tregun të na përfshirë neve Kosovën, sepse produktet që ata kanë prodhuar ose i kanë qenë në tregun botëror janë bomba të shtrejta ose më të parritshme. Po. Si vjet pra ishte një vit i zgjedhjeve. Tashmë edhe jemi në prag të tyre. A kemi hu mundësi duke u marrë me zgjedhje? Absolut po. Unë bile thëmë, ka një vit e gjysë që jemi të jomë, se jo vetëm vitin 2025, por që nga muaj korrik apo gusht, kur është bësh shpallja zgjedhjeve për 9 shkurt të këtij viti, kurse në korrik gusht të vitit 2024 është bë njoftimi, sikur kam pa një fokus kryesisht rreth zgjedhjeve. Është më shumë, do të thonë, nëse ju lëshoni sot televizionin në cilin do prej kanaleve nacionale që kanë frekuenca nacionale, më shumë flitet vetëm për zgjedhje, por nuk është që flitet ose sillet në pa çka duhet bëhet më shumë të aspekti zhvillimit ekonomik ose si me gjetë metodën që fokusi të jetë më tepër te ajo se Kosova përmirëson gjendjen e vet ekonomike. Edhe tash janë zgjedhjet në dhjetor, fatkeqësisht me këto trende që po janë kanë prishë edhe vitin 2026, bile s'paku pjesa e parë e vitit ka më na shku ajo duke fokusuar problemet e vërteta ekonomike, po kemi me harçku kohë duke folur për politikë. Në një vendim të fundit që kryeministri Albin Kurti ka bërë publik, është ai përritje të pagës minimale nga 350 euro fillimisht në 425, pastaj në 500 euro deri në korrik të vitit 2026. A shihni si mjet të fuqatës elektorale apo a kanë edhe bizneset mundësi ta përballojnë këtë? Unë në përgjithësi si ekonomist mendoj që caktimi i pagës minimale nuk duhet të jetë vendim politik. Në kuptimin nuk duhet të jetë vendim i bazuar në një akt juridik. Sepse edhe puna, sikur të madhra që folëm më herët, është relacioni ofertës dhe kërkesës. Ne si vend jemi duke u zbrazë. Fatkeqësisht rritja janë duke ikë për Kosovës. Dhe një ndër arsyet që ata po ikin është se ata konsiderojnë që pagat janë të ulta. Po se qysh tash ka informacionet, ato s'paku janë edhe publike, që edhe vetë ASK-ja i publikon, tregojnë se paga mesatare është edhe më e lartë se sa paga këtë rast minimale caktuar në këtë vendim. Unë nuk pres që ka me pas këtë vendim në ndikim substancial, sepse po e them edhe herë me informatat që unë i kam, shumica kompanive në sektorin privat, publik gjithsesi, po në sektorin privat gati ka një vite më tepër që janë duke pagu paga mbi 400-500 euro, që duhet të kalojnë këtë pagën minimale, edhe kjo nuk ka me pas në efekt real në ekonomi. Nuk pres që ka me pas në efekt. Për shembull, efekt pozitiv unë e kam bërë ajo kur vendimi i qeverisë ka qenë që paga deri në 350 euro mos ta timohet. Ajo është pozitive, sepse realisht e jep një impuls, një mundësi që punëdhënësit të rrisin pagat, sepse tash paguajnë më pak tatime për atë pjesën e 350 euro. Po jo që ka me ndiku substancialisht kjo në ngritjen e mirëqenies punëtorëve, pse është rrit paga minimale me një vendim.
Mirë po Banka Botërore thotë se rritja ekonomike për vitin e ardhshëm do të jetë për 3.8%, ndërsa Banka Qendrore e Kosovës thotë se për 4.2%. Cila është reale? Unë nuk ju besoj asnjëherës, po të them kështu sinqerisht sepse edhe kur bëhet matja rritjes ekonomike në Kosovë, bëhet kryesisht me konsum. Domethënë matët tentohet më matë sa konsumon Kosovë, sa është importi, sa është konsumi, sa investimet publike, e dihet ç'është bëhet matja, edhe importi minus, këtë rast eksporti minus importi, por realisht trendet tjera po flasin që nuk jemi në gjendje të mirë ekonomike. Domethënë edhe nëse themi rritja ekonomike është 3 ose 4%, nuk shon ai dallim. Domethënë mos ta shohim se 4.2%. A rritim formalitetin kjo? Jo, po e kam fjalën që nuk është e mjaftueshme për gjendjen ekonomike ku gjendemi ne. Domethënë, të ardhurat për kokë banorin Kosovë ose gjendja e përgjithshme ekonomike na pozicionon thuajse në vendin e parafundit në Evropë për të ardhurat për kokë banorin. Domethënë, nëse nuk jam gabim, mund të jetë Moldova prapa nesh ose Ukraina për shkak të luftës. Domethënë, gjithë vendet tjera janë më lart se ne në pozicionin ekonomik. Edhe sa do të jetë 3.8 apo do të jetë 4.2, dallimi është në kuptimin nuk do të vrihet ai dallim, nuk do të ketë ndonjë ndikim. Kosova ka nevojë për rritje dyshifrore. Domthonë Kosova ka nevojë për rritje që e kalon 10% në vit, edhe disa vite me radhë për me mujt spaku me arritje ajo që është mesatare e vendeve të Bashkimit Evropian. Domthonë jemi shumë mbrapa edhe vetë fakti që po përballemi me largim masiv të njerëzve të rinj nga vendi, po na tregon se jemi duke dështuar si shoqëri me kriju një ambient interesant ose tërheqës që të rinjt e Kosovës thonë pse unë nuk rri në Kosovë të punoj sepse kam një perspektivë këtu, po gjithmonë më tepër po e gjejmë perspektivën jashtë vendit. Po duke e parë politikën aktuale, a mendon se mund të arrihet kjo rritje dyshifrore 10%? Po shiqaj, shpresa vdes e fundit, shumë u kam qenë me besu se cila do qeveri që vjen pushtet, ka me kuptu rëndësinë e politikave të mira ekonomike dhe me gjetë metodën se si me aktivizu qoftë kapitalin e diasporës, që është kapital shumë i madh që ne akoma nuk po dim të aktivizojmë më shumë. Për shembull në diasporë më shumë e shohim si financuese e konsumit që po e bëjnë këtu, për shembull se gjatë kohës kur ata vinë pushime, në terma ekonomik ata janë sigur turistat. Sepse ai në momentin që këtu nuk punon dhe nuk jeton tërkohën dhe shpenzon një sasi të parave për sa qëndron 2 javë 3, ai është sikur me pas shku ne në dorës kur shpenzojmë parat që i kemi fituar nga këto. Por unë kam qejf të shoh se aftësitë e tyre menaxhuese, ndërmarrëse, sa ata kanë krijuar shumë kompani të suksesshme në vendet ku jetoj, me gjetë në metodë se si mundemi të nxisim edhe të vinë Kosovë, mos i shohim vetëm si njerëz që sjellin para për me rrit konsumin, por si njerëz që mund të hapin vende pune edhe të arrisin mirëqenien. Por ndryshe, po e them, me këtë kapacitet që kemi, me këtë situatë që jemi, situata është bukur dëshpëruese. Nuk shoh që kemi me ecë shumë shpejt në drejtim të përmirësimit të gjendjes ekonomike. Në rregull, zotëri Ruglica, ju faleminderit për bisedën. Ishte kënaqësi t'ju kemi si mysafir të parë të shtyllës. Faleminderit për ftesën, ju uroj sukses këtë emision. Faleminderit. Nga problemet po flasim për suksesin. Po flasim për një kompani që eksporton shumicën e prodhimit të saj. Madje, kjo fabrik ka nevojë për fuqi punëtore, për të cilën e ka themeluar edhe akademinë, që të aftësoj kuadro për nevojat e saj. Deri në 30 persona me pagë mbi 1.200 euro është kapaciteti aktual për t'i punësuar. E shohim historinë në vazhdim dhe për të kuptuar se për kë po bëhet fjalë. Në bazë kontratave dhe marrëveshjeve që i kemi me kompaninë ndërkombëtare, ne kemi kapacitet dhe mundësi të punësimit mbi 20 punëtorë, ndoshta edhe 30, edhe paga domethënë të na dhe kushtet e punës janë një ndër kushtet më të mira që mund të pasë një kompani. Paga fillestare mund me fillu prej 1.000 euro, mirë po ka me pas paga varet prej mundësisë dhe aftësisë të një punëtori, performancës që tregon një punëtor 1.200, 1.300, po paga këtu ka edhe deri në 2.000-2.500 euro.
po bëhet fjalë për kompaninë Eurometal që me lokacion është në komunë të Ferizajt. Pra, për të arritur përmbushjen e kërkesave dhe nevojave, kompania Eurometal ka krijuar edhe Akademinë, një institucion arsimor që profilizon kuadra në fushën e saldimit. Ne jemi orientuar në prodhem, mirë po kur nuk kena mujtë me gjetën punëtor që mundet me i kry shërbimet në nivelin e duhur. Edhe nga kjo, do me thonë, jemi motivuar se jemi shtyr që ta hapëm një akademi, do me thonë për përgatitjen e salduzve, të certifikuar, të cilat certifikata ndihen ndërkombëtarisht. Musliu thot se aktualisht kanë mbi 95 punëtor, puna e të cilëve kryesisht eksportohet jashtë Kosovës. Kështu që tani kemi dikon të 95 punëtor, edhe eksportojmë dikon mbi 80% në tregun evropian, mirë po edhe me zero. Ka është përqindje e eksportit? Dikon mbi 80% është përqindje e eksportit në tregun evropian. Mirë po, prodhimet tona kanë shku deri në Japoni. Ai me mburrje thot se produktet e dala nga Eurometali janë të kualitetit më të lartë se shumica e produkteve të ngjashme që dalin nga shtetet e Evropës. Në Eurometal, nga dita e parë punojnë 2 punëtorë dhe më tutje. Për këtë themeluesi i saj tregon se çfarë kushtesh kanë punëtorët që punojnë aty. Sigurimet shëndetësore, sigurimet aksidentale, shujtja, pushimet, gjitha këto do me thonë janë si kushte që Eurometali i ofron për çdo punëtor. Vlera e kësaj kompanie që nisi me 3 punëtorë, tash është e paimaginueshme për kohën kur ishte nisur. Po, besoj që vlera Eurometalit i ka lënë mbi 10 milion euro, për momentin, ndërsa e kena filluar me zero, mirë po gjithë kjo arritje është bërë me punë, me ndjerës, edhe me sinceritet, edhe me korrektësi. Por cila është historia e themelimit të kësaj fabrike? I përndjekur nga regjimi serbën në protestat e 81-s, Njazi Musliu detyrua të lëshonte Kosovën, por me një ëndër, të kthehej prapë nga Zvicra. Për shkak që isha edhe inkuadrum në protestë demonstratat e vitit 1981, mua më dashur më larguan prej Kosovës, se isha në ato xhirimet e policisë regjimit serb, edhe më kërkonin edhe lëviza shkova për Zvicër. Kam 3 fëmijë, një vajzë dhe 2 djem, të tret tani për tani jetojnë në Kosovë dhe punojnë në kompaninë tonë. Kështu që brenga ime ka qenë gjithmonë që fëmija e me të flasin shqip, të mësojnë shqip, edhe nanës të jetojnë nanë e jo mamë ose një shprehje tjetër që e përdorin gjermanët. Rruga deri te kthimi në Kosovë ishte e vështirë. E kthimi edhe më i vështirë pasi që me familje u kthye në vitin 97, kohë kur Kosova vese ishte në vatër lufte. Fillimisht, do me thonë, kur kam shku atje, kam punuar me një restorant si, do me thonë, erë lancë, do me thonë, kam la erë, po kam la erë me një kuzhinë, pastaj gradualisht me integrimin tim, do me thonë, në shoqërinë në Zvicranë, kam kaluar si kamarier, kam filluar shumë shpejt të mësoj gjuhën gjermane, se aty ku kam shku për herë të parë, është folë gjuha gjermane, do me thonë, është pjesë gjermane forse e Zvicrës, gjithësisht në kantonin e Solothurnit, Bernin dikon 30 km, edhe pastaj gradualisht, do me thonë, me integrimin me punë time suksesshme në Zvicër, do me thonë, kam mujtë me punuan edhe në drejtime tjera, si operatori macina në Zvicër, Metallic Dance. Dikur u kthye me familje në kohën kur shumë kosh po ikte, Njazi Musliu ka një mesazh për të gjithë të rinjtë të vendit. Një pagë në Kosovë tani për tani që zbesoj që ka pagë më të vogël se 700 euro dhe 1000 euro, janë më të mëdha se sa një 2500-3000 euro në Evropë. Edhe me 700 euro në Kosovë jetohet mirë, nuk jetohet në një luks të madh, mirë po jetohet mirë dhe shëndetshëm.
Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima. Është fakt që një numër i madh i qytetarëve të Kosovës dhe rajonit e kanë synim të ikin në Gjermani. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, nga vendi ynë u larguan mbi 37.000 banor duke kërkuar jetë më të mirë. Por, ndryshe mendon Gjermania Caroline Jordan, e cila e shën ndryshe Kosovën. Ajo ka ardhur dhe po jeton këtu, sepse Kosova po ja kujton Gjermaninë e dikurshme. E pasionin që e ka afruar edhe më shumë me vendin tonë. Unë kam lindur në Hamburg të Gjermanisë. Të lindësh dhe rritësh në Gjermani nuk është diçka e jashtëzakonshme pasi që ky vend ka mbi 80 milion banor. Por është krejt e pazakont që ta lësh Gjermaninë dhe të vish në Kosovë për të jetuar. Në rast të ngjashëm mund të hasësh kur vi në Kosovë për bashkim familjar, por shumë rrallë janë ato raste që vijnë këtu për t'ua kujtuar Gjermaninë e dikurshme. Çdo gjë. E dini, Kosova është shumë si Gjermania në vitet e 80-ta dhe kjo është pse jam ambientuar këtu. Të jetosh standard është e thjeshtë dhe kështu je më e lidhur, shumë më e lidhur me ambientin. Kjo është diçka shumë e mirë dhe unike. Pra, kjo është arsyeja kryesore pse Gjermania Carolina Jordan është kthyer në Kosovë. Shqiptarë që jetojnë në Gjermani ishin ata që ndikuan deri tek vendimi i Karolinës. Njëri nga djemt e fondacionit tonë është shqiptar. Dhe ai më tha pse s'po shkon në Kosovë dhe në fund të kësaj ne vendosëm të vim në Kosovë dhe kështu rodhi situata. Pasioni për kuajt dhe kalorimin për të e bën Kosovën shumë atraktive. Ajo që tashmë jeton në komunë të Kamenicës, thotë se preferon jetën në fshat para qytetit, përkundër që ka jetuar në shumë vende të botës. Kuajt janë qendra e jetës sime që kur isha shumë e re. Që kur isha 10 vjeçe, në Gjermani fillova më vonë të mësoj trajnimin e kuajve nga familja ime dhe më vonë bëra trajnime me kuaj në shumë shtete si në Angli, Irlandë, Francë dhe 10 vite që ndrova në Spanjë, e cila është një nga shtetet më tradicionale për kuajt dhe për trajnerët e kuajve në botë. Është një vend special. Po si që thash, unë kam qenë pasionuar pas kuajve. Që kur isha fëmijë, fotografia e pare imja që ekziston është në Kali, duke qëndruar. Isha vetëm 1 vjeçe. Dhe më vonë ne vizituam Spanjën dhe Tunizin, dhe nuk di si ta kujtoj si jam dashuruar në kuaj. Aktualisht, unë jam duke punuar si një trajnere, por për mua është më shumë se një punë. Është një stil jetese, pra shumë më shumë se një pasion dhe është një pasion të jesh me kafsh dhe të kalosh kohën tënde me këto krijesa të mrekullueshme. Pra është një stil jete, një rrugë e jetës. Është komplet ndryshe nga një jetë e qytetit. Thotë se kosovarët e kanë mirë pritur. Ajo shton se zehjen e trajnerës së kalirimit po e praktikon dhe se të punosh në Kosovë nuk e ka të vështirë. Gjithashtu ofroj edhe trajnim me kuaj, nëse kërkohet për fëmijë, gra, çifte apo kompani. Për gratë dhe fëmijët, ky program është veçanërisht i vlefshëm për të gjetur forcën e tyre të brendshme dhe lidhjen me veten, si dhe për të lënë pas frikën, ankthin dhe pasiguritë. Nuk është as pak problem të punosh si grua e huaj në Kosovë. Karolinë është e dashuruar në punën e saj, të cilën e bën çdo ditë me ndjeshmëri të lartë. Është e rëndësishme që të kujdesesh për ta, të ju dhurosh ushqim, të pastruan hapësirat dhe të krijosh jetë mirë për kuajt. Pra unë filloj duke i ushtruar kuajt njëkohësisht e ushtroj veten time. Kështu koncentrimi i kuajve është primar. Rutina ditore nis duke punuar me ata në mëngjes. Pra ka ndonjëherë edhe meditime me veten e tyre dhe pasdite është pak a shumë njëjtë.
Por koha më e mirë është në mbrëmje kur gjithçka është e përfunduar. Çdo gjë është gati. Kuajt janë në vendet e tyre të rehatuar, duke ngrënë vaktin e tyre të mbrëmjes. Derisa sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga Shtetësia e Kosovës gjatë vitit të kaluar kanë hequr dorë mbi 1200 persona, Caroline Jordan po jeton dhe planifikon të ndërtojë ëndrrën e saj në vendin tonë. Nëse nuk je duke e bërë atë që je duke ndjerë nga brenda, je duke humbur vetëm jetën tënde. Unë do të trajnoj kuaj dhe do të jem me kuaj deri në frymën e fundit të jetës sime. Pas 10 vitesh, besoj se do të jem duke ndihmuar njerëz që të kuptojnë kafshët, sepse ndonjëherë është e vështirë edhe për kuajt. Në vazhdim, do të ndjekim një blok me zhvillimet kryesore ekonomike në vendin tonë. Gjithashtu, do të kemi edhe informacione rreth zhvillimeve kryesore në botë. Kryeministri i detyri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë kësaj jave bëri të ditur se paga minimale nga muaji i ardhshëm do të bëhet 425 euro bruto nga 350 euro sa është tash. Kurti përmes një postimi në Facebook tha se nga një kurriku fillon zbatimi i fazës së dytë ku paga minimale do të bëhet 500 euro. Ai tha se nga rritja e pagës minimale do të përfitojnë 150.000 punëtorë të sektorit privat. Raportet ndërkombëtare tregojnë se diku 40% të bruto prodhimit vendor që është evazion fiskal ose ekonomi jo formale në Kosovë, ndërsa diku 25% janë të hyrat tatimore dhe të hyrat e doganës nëse krahasohen me bruto produktin. Kjo e bie se diku 150% është ekonomi jo formale në krahasim me atë që e mbledhim. Kështu tha të hënën e nisjen e javës së ekonomisë formale dhe tregtisë së ndashme për transparencë, konkurrencë të ndashme dhe zhvillim të qëndrueshëm. Shqipëria pozicionohet mes vendeve më të zhvilluara që kanë adoptuar modelet më të avancuara të pagesave pa para fizike, me nisjen e nismës Cashless Albania 2030. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj bëri të ditur se transformimi ekonomik dhe digital i vendit, që pritet të nisë në fillim të vitit 2026, mbështetet te 3 shtylla kryesore: rritjen e përdorimit të pagesave elektronike, uljen graduale të transaksioneve me paranë e dorë dhe modernizimin e infrastrukturës financiare për të nxitur një ekonomi më formale, transparente dhe konkurruese, shkruan ATSH. Ligjvënësit meksikan kanë miratuar një paketë tarifash të reja që ndikojnë në qindra produkte, shumë prej të cilave vijnë nga Kina. Masa të cilat presidentja Claudia Sheinbaum i ka thënë se janë të nevojshme për të rritur prodhimin vendas, u miratuan nga Senati meksikan të mërkurën. Tarifat do të hyjnë në fuqi në janar 2026 dhe do të zbatohen për mallra si metale, makina, veshje dhe pajisje shtëpiake. 10 vende që nuk kanë marrëveshje të tregtisë së lirë me Meksikën do të preken, përfshirë Tajlandën, Indinë dhe Indonezinë, shkruan BBC. Presidenti amerikan Donald Trump ka lancuar një skemë që ofron viza të përshpejtuara amerikane për të huajt e pasur që mund të paguajnë të paktën $1 milion. Karta do të jap blerësve një rrugë të drejtë për drejt shtetësisë për të gjithë njerëzit e kualifikuar dhe të verifikuar. Kjo ishte përmbledhja e zhvillimeve ekonomike në vend dhe botë, dhe me këtë rubrik vim tek fundi i emisionit për sot. Por, çdo të enjte do të jemi bashkë për të trajtuar tema të ndryshme ekonomike, teksa nuk do të mungojnë as rrisit në kuadër të këtij emisioni. Duke ju ftuar që të bëni subscribe kanalin e Kosova Press në YouTube dhe qëndroni me www.kosovapress.com. Ne ju përshëndesim dhe në ritakimin e ardhshëm, mirëmbëjtje. Një emision ekskluziv. Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Tony Company,
Aeroklima,